Në plazhin e Golemit problemet mëdhaja. Banorët, ata që kanë blerë disa apartamente, jo disa, po 10 apartamente, 100 apartamente në vijën e dytë pas hoteleve, ndihen të shqetësuar. Ndihen në dhunën e hoteleve, të cilët kanë monopolizuar dhe kanë bllokuar gjithçka. Jam me 2 banorë të cilët kanë fjalën e tyre për të. Zoti Flamur? Po, ne kemi gati 2-3 vjetë këtu, shtëpi tona kemi blerë shtëpi para 10-15 vjetër kur s'kanë qenë dhe hotele. Tani kemi dhënë 2 rreshta se aq na kanë lënë jemi ndërmjet Fafos edhe Klajdi. 2 rreshta rreth 2 metra gjysmë po të shikosh në mapa larg çadër në një tjetër. Dhe si 2 metra më? Do deshim që këtu mbrapa, do deshim që si 2 metra më, sa banor jeni dhe sa metra ju rrër keni? Ne jemi mbi 50 pallate dhe këtu janë gjithsej 16 çadra. Do 2 rreshta me nga 8. Edhe këto që ne i kanë lënë gjoja për plazh publik, kërcënohemi çdo vit, në veçantë dhe sot, konkretisht edhe punonësit e Fafos, matën distancën dhe thanë kjo na takon ne tani. Ne i thamë që kryeministri ka thënë që juve do e merrni për dhoma dhe s'do na ngacmoni ne në pjesën tonë. Ata thanë ne me dhomën na del ta marrim gjithë rërën, gjithë sipërfaqen e tokës dhe ju shkoni ku doni, nuk përgjigjemi për ju. Edhe na ka vënë në stres sepse ne tani jemi edhe në pension dhe ky është shpërblimi që na bën shteti jonë dhe në mënyrë veçantë Fafa me Klajdin, të cilët mbrohen nga shteti sepse nuk shoh njeri këtu as inspektor na i komentojnë. Në një letër ju treguan ata, ju treguan në një letër. Asnjë letër nuk tregojnë këta kurrë asnjëherë. Bile thanë po ju folët me pushtet lokal, pushtet qendror, turizmin. Folëm me njëri i cili unë e mora në telefon, një Paskal i pushtetit i bashkisë së Kavajës, i cili për mua është njëri shumë i mirë, por më tha, unë kam dalë në pension dhe duhet shkoni hartat atje, nuk e di se çfarë bëhet. I thashë, po ne s'na i tregojnë kurrë ata. Nuk kam çfarë të them, shko drejtoni vetë atje dhe verifikoni. Kaq mund të them. Tani këta të Fafës erdhën me dhunë këtu, ju thanë që... Jo, erdhën bën matin dhe thanë që ne po bëjmë matin dhe ju duhet ikni këto ditë. Po e bëjnë ata me vetëgjyqësi, po bashkia ose Ministria e Turizmit? Asnjë nuk është ndjer nga ata. Këta erdhën i bën vetë dhe i matën dhe u larguan dhe na thanë që ne do t'i marrim sepse na takojnë. Por kryeministri tha ndryshe o zoti, si kjo punë? Tani kemi ca vite që dy rresha na kanë lënë, këta do t'i japi zgjidhje ministria për gjithë zonë, që nga Preshti deri në Golem nuk ka asnjë plazh publik përveç këtyre 2 rreshtave. Kaq. Kryeministri s'ka më tha. Këtu çdo ditë që u tek atyre vijnë me impresione nuk e çfarë do bësh. Edhe vjet të puna kanë bërë. Po kush je, bashkia apo Ministria e Kulturës domethënë? Ato e ka Ministria e Kulturës dhe bashkia, por këtu nuk zbatojnë ligjet, këtu flitet ndryshe, bëhet ndryshe nga këta. Po vjet si ka qenë? Edhe vjetë një të gjë me dhunë, vajtëm i thamë të i fatosit edhe aja bënte, jo po unë e kam deri atje, jo po e kam deri këtu, mos së fundi na la. Tani filloj prapë, sa erdhëm neve, filluam prapë, dërgoj punonësit e vetë, jo do ikni, jo. Po the për shtetin, jo, që shky fatos. Fatos Fafa, thash, ky. Po le më donë se po them për shtetin. Shteti nuk është ndjer fare, është një ekzistencë për këtë pikë. Edhe vjetë këtë vit. As nuk kemi pas një punonjë shtetit vi këtu të na thotë, e keni mirë, e keni gabim, do t'ju ndihmoj, s'do t'ju ndihmoj ose do t'ju sistemoj diku tjetër. Tu bëhet fjalë, ne kemi shtëpi, mund të thonë që sistemon shëngjin ata. Ne shpin këtu ose mund të çoj në vend tjetër. Domethënë, i bie që nesër pas se mund të thonë i sistemuam, i çojmë shëngjin apo i çojmë në... Zotri ju zgjidhje mendoni don tek dy lutem. Zgjidhje mendoni se don edhe ndoshta është hapësira kam bivendosje. Ne duam të zbatohet ligji dhe rregulli që po çdo... Cili është ligji? Ligji, si që kemi dëgjuar në televizor, neve edhe na kryeministri që mbas çdo resorti ka një 5% apo 2% vende për plazhe publik. Duam të respektohet kjo. Kjo nuk respektohet, njeri nuk vjen t'i kontrollojë, ta bëjmë qef. Ta bëjmë çaj do qef. Hajde, ju falenderoj edhe ju prip të mbara.